flamurit të përbashkuar. Durrësi do të mirëpres për 8 ditë me radhë kampionatin evropian të peshqngritjes për të rinj dhe U23. Një ngjarje shumë e rëndësishme për Federatën Shqiptare të Peshqngritjes, që organizon një kampionat për masave të tilla, ku bëhen bashkë të rinjt më të mirë nga i gjithë kontinenti. Përmes një ceremonie madhështore, presidenti i Federatës së Peshqngritjes, zoti Elez Gjoza, njëherësh dhe presidenti i Federatës Ballkanike të Peshqngritjes, i ka uruar mirëseardhjen të gjithë shteteve pjesëmarrëse, sportistëve dhe personaliteteve të rëndësishme që ishin të ftuar. Është një nder dhe kënaqësi e veçantë për mua që në emër të Federatës Shqiptare të Peshqngritjes t'ju uroj mirëseardhjen në Shqipëri, në qytetin tonë bregdetar të Durrësit, për zhvillimin e kampionatit evropian të peshqngritjes për të rinj dhe under 23. Ky është një moment historik dhe i veçantë për sportin e peshqngritjes shqiptare, por dhe për gjithë komunitetin sportiv kombëtar. Shqipëria mirëpret me krenarin një aktivitet kaq të rëndësishëm evropian nën kujdesin e Federatës Europiane të Peshqngritjes. E ka nderuar këtë ceremoni me pranimin e tyre presidenti i Federatës Europiane, Dr. Astrid Hasani, ministri i bujqësisë, zoti Andi Salla, presidenti i Koksh, zoti Fidel Ylli, zëvendës ministri i turizmit, kulturës dhe sportit, zoti Endrit Hoxha, dhe shumë të ftuar të tjerë. Dear guests, I want to thank you for coming in Albania, but the big thank you for me is for President Muhamet Xhalud, because all the time Albania is in his focus to support, for equipment, for to bring it here, the European Championship, World Championship. Albania this year is the only city that organized 2 international events every month. Kampionati Evropian i Peshqngritjes për të rinj dhe U23 do të mbahet nga data 28 tetor deri më 4 nëntor, me pjesëmarrjen e 35 shteteve europiane. Sportistët dhe delegacionet janë akomoduar dhe do të stërviten në Grand Blue Fafa Resort and Spa në Golem, ndërsa garat zhvillohen në Pallatin e Sportit Ramazan Njala në Durrës. Good lift. Yeah, Charlie.